Ringritja e Partisë Demokratike do duhet të fillojë me dorëheqjen e Sali Berishës. Deputeti i PD-s Ferdinand Xhafera i thotë se pas rezultatit të marrë në këto zgjedhje, opozita duhet të ndryshojë strategji nga akuzat për vjedhje në ndërtimin e një lidershipi të ri. Nëse duam të shpëtojmë 2029-ën, Berisha urgjentisht në kuptimin pozitiv duhet të largohet dhe jo të largohet me modelin që të imponoj partisë 1-2, po të largohet me modelin që partia të zgjidhë një leadership, nëse nuk do e bëj PD-ja, më vjen shumë keq që ta them që kjo parti do shkojë drejt rënimit gradual dhe patjetër Shqipëria do zgjidhje, do dalin ta bëjmë partitë e reja. Xhafera i deklaroi se Berisha po e përdor partinë për interesat të tij duke zgjedhur pas vetes edhe një grup besnikësh të cilët nuk flasin. Vendimarrja e tij nuk ishte e projektuar që Partia Demokratike të fitonte zgjedhjet. Vendimarrja e tij ishte e projektuar që Partia Demokratike të përdorej që ai të ketë më të lehtë për të mbyllur problemet e veta me drejtsinë. Kjo është arsyeja që fytyra listave ishte ajo që pam, që nuk përfshiu asnjë fluks që ka krijuar kjo parti mbas 2013-s, kur këto flukse si Jorita Tabaku e Ilir Ali Mehmeti u provuan me evidencë janë të suksesshme, pra nuk bëri asnjë rotacion brenda PD-s. Kjo është arsyeja që koalicioni ndërtoi vetëm me ata që kishin probleme të ngjashme me të dhe nuk shkoi përtej tek parti që treguan që morën mbi 100.000 vota. Unë mendoj që do t'i shkojmë punët edhe më keq. Deputeti i PD-s shpreh se modeli bullgar është e vetmja mënyrë se si mund të rrëzohet një autokrat si Edi Rama. Si mund të mundet Edi Rama? Dhe modelin e kam gjetur në Bullgari. Bullgaria 2009-2021 drejtohej nga Bojkov Borisov, lider autokrat, ish sportist, që në 2021 ishin kur u mund, më përpara i doli dhe atit skandali patronazhistëve, ku dolën të dhënat e qytetarëve bullgar, prirjet politike, njësoj si këtu. Edhe ai me marrëdhënie të shkëlqyera diplomatike, një europianist, dhe në fushatën e 2021-shit, partia e tij sloganin e kishte Bullgarët për zhvillimin europian të Bullgarisë. Njësoj si pasaporta europiane këtu. Pse u mund? Sepse doli një parti e re dhe ata plotësuan 3 kritere. E para leadership i ri, e dyta kishte një retorik shumë të qartë kundër korrupsionit. Dhe e treta me një aftësi pragmatiste për të ndërtuar koalicione. Borisovi mori 63 mandate, këto morën 67 mandate. Pse nuk realizuam këtë? Ne, kush mund të ishin 2 faktorë që do mundsin Edi Ramën? Partia Demokratike nga njëra anë dhe partitë e reja nga ana tjetër. Partia Demokratike as leadershipin nuk e ndryshoi, narrativa antikorrupsion, retorika antikorrupsion nuk mund të gjiste, se vetë leadershipi i koalicionit ishte me probleme me SPAK-un, nuk ishim në gjendje të ndërtonim koalicione. Pra nuk plotësuam asnjë nga kriteret. Shumë të pakt janë deri tani zërat mes demokratëve që bëjnë analizë për përgjegjësinë e humbjes së PD-s në këto zgjedhje.